besoj që tashmë jenë bërë gjitha ushtrimet, taktizimet, që janë normale ka e politikë, besoj një bon. është një pasqyrë e qartë se do gjallë raporti i forcave në parlament. Ftesa ime është për tri partitë të mëdha që të marrin kohën e duhur, gjendru edhe ligjore, të marrin kohën e duhur sa ju duhet, edhe të gjeni zgjidhje. Zgjidhje se do të çon për krijimin e institucioneve të Kosovës, edhe parlamentit edhe qeverisë. Tashmë, nëse përsëritën është të qartë, tema këto është qeveria, e jo vetëm kryetari i parlamentit. Kjo kështu është një lloj reprize e panevojshme. Një banesë montashe e panevojshme, duhet të gjinin në rrugë. Dhe rrugë gjinin përmes marrëveshjeve politike, përmes kompromiseve. Kosova duhet të tashet një shumicë parlamentare. Nëse partia parë nuk kërkon shumicën, atëherë do të bëjnë të tjerë shumicë. Ama një shumicë duhet më bëjë. Dhe përgjithësinë përsëri po them kanë tri partitë më që të marrin iniciativë për të nxjerrë vendin nga kriza. Nisma do të jetë këtu për të dhënë kontributin e vet që Kosova të mos ketë krizë institucionale. Dhe kjo është ajo që ne mund ta bëjmë tani për tani. Derisa këtu kemi gjatë nivojit që është edhe problem, po që largo më në pra tjetër. Dhe që kemi gjërave me radhë, si që kanë kohën edhe momentum. Të krijohet një shumicë parlamentare, e cila Kosovës do të jepë përtojnë e parlamentit dhe qeverinë, dhe pastaj ka kohë të mjaftueshme për të menuar për hapin tjetër.